Të dashur miqtë e mi, proteste e opozitës dje nuk solli dhe nuk do sjelli asnjë gjë të re për të vetmit fakt se si opozita dhe maggioranca është e njëjta farë. Opozita është në pritje për të marrë pushtetin, por e cila nuk ofron as dhe një alternativë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk ofron besim, nuk ofron shpresë dhe nuk mbron drejtësinë, sepse si maggioranca dhe opozita mbrojnë njerëzit e tyre. Shqipëria sot ka nevojë për një alternativë, për fytyra të reja, për ide të reja, për energji të reja. Ne nuk mund të ndërtojmë një të re mbi të vjetrën. Një opozitë e cila drejtohet nga një plak i cili ka 80 vjeç, ç'mund t'i ofrojë Shqipërisë? Ka harruar që politika nuk është një profesion, sepse ky do të rrinë në politikë dhe pas vdekjes. Por politika është një kontribut që secili jep për vendin e tij për një periudhë caktuar kohe dhe pastaj kthehet në profesionin e tij. Shqipëria sot ka nevojë për alternativa, ka nevojë për një forcë të re politike, për t'i dhënë shpresë dhe alternativë këtij vendit. Dhe mbi të gjitha, dhuna dje e opozitës është e pa justifikuar, sepse nuk mund të justifikohet dhuna në çdo aspekt që ajo vjen, duke i dhënë një justifikim pushtetit, duke spostuar vëmendjen nga hallet problemet që kanë pllakosur vendin dhe duke spostuar vëmendjen te rendi publik. Dhuna nuk mund të thuhet se është një revolt popullore. Dhe Shqipëria nuk ka nevojë për protesta, por ka nevojë për ndërtimin e një shteti ligjor që t'i shërbejë qytetarëve, t'i shërbejë Shqipërisë. Por mbi të gjitha, ka nevojë për një politikë e cila të jetë një politikë e moralshme.